Byreku I Lushnjës në mes të Athinës. Nëse nuk keni kohë në Lushnjë, mund ta shihoni këtu ka Andoni. Andon, si të ka shkuar mendja të sjellësh byrekun e Lushnjës këtu? Ka kaluar në Lushnjë, ka parë se prodhojmë ne këtë byreki këtu në Greqi, po se byreki që bëjnë adej, nuk e bëjnë, nuk ka. E vërtet? E mendova, është e sigurt, kemi gjithatë. Nuk kanë botë, ka, se byreku që kemi ne në Shqipëri se ka asnjë botë. Janë fantastik. Tani ne shqiptarët vdesin për byrekun e Lushnjës, se kush bën rruga andej ndalon se s'bën njërë në Lushnjë. Nuk diskutoj që ndalon në Lushnjë. Po grekët? Kanë filluar edhe grekët tani kepin, se ne kur kapshëm, vjen një grek, thotë çka keni bërë ndonjë byrek, diçka I japëm një byrek në trekëndsh, një me domate, me qep, një me spinaq, me mish. Kemi akoma edhe me byrek me fasule, me gjizë. Edhe I themi do të jap një byrek, ajo do të ta provosh edhe nesër të shkosh. E mira është që I pëlqen kaq shumë jashtë mase, edhe ditën tjetër që vjen, nuk e di për emrin, nuk e di nuk e mam mendën, thotë dua të byrek që më dhe dje. Nuk I thua ti që është I Lushnjës. Nuk e them që është I Lushnjës, po I them po jam lidha dhe nga Lushnja. Byrek me dall. Fillon dita nga mëngjes deri në darkë, nuk mbaron. Byreket janë fantastik. Çat them, po të mundësh atë bëja vetë, po si bëhet andej nuk është. Është dashuri e madhe. Ti prandaj ke qenë I suksesshëm në këtë biznes, se ke sjell gjithë shijet e shqiptarëve këtu. Ajo është e vërtetë. Është e vërtetë se sado që të bësh një byrek, kështu që ti thua shqiptarit, patriot, ti thua që këtë byrekun është nga Shqipëria, e kupton se çfarë byreku. Nuk dua që të kem marrëdhënie të tilla. Ne që kam bërë kaq shumë, kam bërë për dyqanin që ka ikur kaq larg, që nga gjithë Shqipëria, nga gjithë Greqia vinë këtu te dyqani, jo vetëm kjo, po dhe nga jashtë Athinës, në Selanik, në Iraklio, më marrën për telefon, unë me Ania, apo me autobusi, çoj çdo borshi që duan ndaj në gjithë Greqinë. Edhe ata gjithmonë ka qenë mësues që thoni ju dhe është një nga furrpjekësit më të suksesshëm në Athinë. Ka disa furra këtu. Bravo Andon. Furra këtu në Athinë është në Qeracini, furra që kemi këto produkte tona shqiptare, rruga Salaminus 213 Qeracini. Ju mirëpresim, faleminderit për besimin dhe për kajën tuaj. E bukur.